Horoskopi ditor, 7 mars. Vendimet e vogla që mund të ndryshojnë ritmin e ditës. Disa ditë kalojnë pa lënë gjurmë, ndërsa disa të tjera sjellin sinjale që nuk duhen neglizhuar. Energjia e kësaj dite flet për zgjedhje të vogla që mund të ndikojnë në rrjedhën e ngjarjeve. Një bisedë, një vendim ose një ide e papritur mund të krijojë një drejtim të ri për shumë njerëz. Për disa shenja kjo ditë sjell qartësi, për të tjera kërkon maturi dhe vëmendje. Universi shpesh dërgon sinjale të vogla përpara ndryshimeve më të mëdha. Pyetja është, kush do t'i kuptojë dhe kush do t'i kalojë pa i vënë re? Dashi. Një energji dinamike të shtyn të marrësh iniciativë në disa fusha të jetës. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e hapur mund të sjellë më shumë qartësi dhe afrim. Nëse je vetëm, një njohje e papritur mund të ndezë interes. Në punë, një ide që e ke menduar prej kohësh mund të marrë më në fund vëmendje. Financat kërkojnë disiplinë dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Kjo është një ditë për të vepruar me vendosmëri, por edhe me maturi. Nëse ndjek instinktin dhe mendon për pasojat e zgjedhjeve, mund të bësh një hap të rëndësishëm përpara. Një vendim i vogël sot mund të ndikojë pozitivisht në planet e ditëve që vijnë. Demi. Stabiliteti dhe qetësia janë temat kryesore të kësaj dite. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment i thjeshtë mund të forcojë lidhjen dhe të krijojë më shumë besim mes jush. Nëse je vetëm, një person që e njeh prej kohësh mund të tregojë një interes të ri. Në punë, përqendrimi dhe organizimi janë çelësi për të përfunduar detyrat me sukses. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim të mirë. Kjo është një ditë për të ruajtur balancën dhe për të mos u nxituar në vendime të rëndësishme. Duke vepruar me durim dhe maturi, mund të ndërtosh një bazë më të fortë për ditët në vijim dhe të shmangësh tensionet e panevojshme. Binjakët. Komunikimi merr rol të rëndësishëm dhe mund të sjellë një mundësi interesante. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keqkuptim të vogël. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë përmes një bisede spontane. Në punë, një ide kreative mund të të vendosë në qendër të vëmendjes. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kjo është një ditë që favorizon fleksibilitetin dhe aftësinë për të përshtatur me situatat. Nëse përdor zgjuarsinë dhe energjinë pozitive, mund të krijosh mundësi të reja që ndikojnë pozitivisht në planet e ardhshme. Daforia. Një ndjesi e brendshme të fton të reflektosh për disa situata që kanë kërkuar shumë energji kohët e fundit. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment qetësie dhe mirëkuptimi mund të rikthejë harmoninë mes jush. Nëse je vetëm, një person që e njeh prej kohësh mund të tregojë një interes të ri. Në punë, përqendrimi tek detajet sjell rezultate më të mira dhe shmang gabimet e vogla. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim për të ruajtur stabilitetin. Kjo është një ditë që kërkon durim dhe qartësi në zgjedhje. Nëse vepron me maturi dhe dëgjon intuitën, mund të shmangësh tensionet dhe të krijosh një drejtim më të qartë për ditët që vijnë. Luani. Energjia e kësaj dite të vendos në një pozicion ku duhet të tregosh qartësi dhe vetbesim. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment romantik mund të forcojë marrëdhënien dhe të rikthejë emocionet e bukura. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë përmes një aktiviteti social ose një takimi të papritur. Në punë, një mundësi për të treguar aftësitë e tua mund të sjellë vlerësim nga të tjerët. Financat kërkojnë disiplinë dhe kontroll për të shmangur vendimet e nxituara. Kjo është një ditë që favorizon guximin dhe iniciativën. Nëse vepron me maturi dhe ruan balancën mes emocioneve dhe arsyes, mund të krijosh një hap të rëndësishëm drejt qëllimeve që ke vendosur. Virgjëresha. Detajet dhe organizimi bëhen shumë të rëndësishme dhe të ndihmojnë të menaxhosh më mirë situatat. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e qetë mund të sjellë më shumë mirëkuptim dhe stabilitet.
Nëse je vetëm, një njohje e re mund të vijë përmes një rrethi profesional ose një aktiviteti të përbashkët. Në punë, përkushtimi dhe përqendrimi tek detajet mund të sjellin rezultate pozitive dhe vlerësim. Financat kërkojnë disiplinë dhe planifikim për të ruajtur ekuilibrin. Kjo është një ditë që favorizon vendimet e menduara mirë dhe veprimet e organizuara. Nëse përdor qetësinë dhe logjikën për të analizuar situatat, mund të krijosh një drejtim më të sigurt për planet që ke përpara. Peshorja. Balanca mes emocioneve dhe arsyes bëhet shumë e rëndësishme gjatë kësaj dite. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe të forcojë besimin mes jush. Nëse je vetëm, një person që e takon përmes miqve mund të zgjojë interes të ri. Në punë, bashkëpunimet mund të sjellin rezultate më të mira sesa përpjekjet individuale. Financat kërkojnë organizim dhe kujdes në shpenzime për të shmangur tensionet. Kjo është një ditë që kërkon qetësi dhe vendime të menduara mirë. Nëse arrin të ruash balancën dhe të mos reagosh me nxitim, mund të krijosh një atmosferë më të qartë dhe më pozitive për planet që ke në vazhdim. Akrepi. Intuita bëhet shumë e fortë dhe të ndihmon të kuptosh më mirë njerëzit dhe situatat. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment i sinqert mund të krijojë një lidhje më të thellë emocionale. Nëse je vetëm, një person me energji të veçantë mund të tërheqë vëmendjen tënde. Në punë, një informacion i rëndësishëm mund të ndihmojë të marrësh një vendim më të mirë. Financat kërkojnë kujdes dhe analizë përpara çdo lëvizjeje të rëndësishme. Kjo është një ditë që favorizon reflektimin dhe vendimet strategjike. Nëse dëgjon intuitën dhe nuk nxitohesh në reagime, mund të shmangësh tensionet dhe të krijosh një drejtim më të sigurt për planet që ke përpara. Shigjetari. Optimizmi dhe dëshira për lëvizje të shtyn të kërkosh përvoja të reja dhe ide interesante. Në dashuri, nëse je në lidhje, një aktivitet i përbashkët mund të sjellë më shumë energji pozitive në marrëdhënie. Nëse je vetëm, një njohje spontane mund të lindë gjatë një aktiviteti social ose udhëtimi të shkurtër. Në punë, një ide kreative mund të ndihmojë të dallohesh dhe të marrësh vlerësim nga të tjerët. Financat kërkojnë planifikim për të shmangur shpenzimet impulsive. Kjo është një ditë që favorizon iniciativën dhe mendimin pozitiv. Nëse arrin të ruash fokusin tek qëllimet dhe të veprosh me maturi, mund të hapësh mundësi të reja për planet e ardhshme. Britsjapi. Disiplina dhe përqendrimi bëhen elementet kryesor të kësaj dite. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë serioze mund të krijojë më shumë siguri dhe të forcojë marrëdhënien. Nëse je vetëm, një person që e takon përmes punës mund të zgjojë interes të ri. Në karrierë, një projekt që kërkon përkushtim mund të sjellë rezultate të mira nëse i kushton vëmendjen e duhur. Financat kërkojnë planifikim dhe kontroll për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kjo është një ditë që favorizon vendimet e menduara dhe veprimet e organizuara. Nëse qëndron i fokusuar dhe ruan qetësinë përballë sfidave, mund të krijosh një bazë më të fortë për planet dhe objektivat që ke vendosur për periudhën që vjen. Ujori. Mendimet kreative dhe dëshira për ndryshim mund të sjellin ide interesante gjatë kësaj dite. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e hapur mund të krijojë më shumë mirëkuptim dhe energji pozitive mes jush. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë në mënyrë spontane përmes një rrethi social ose aktiviteti të përbashkët. Në punë, një ide inovative mund të vendosë në qendër të vëmendjes dhe të sjellë vlerësim. Financat kërkojnë organizim dhe shmangje të vendimeve impulsive. Kjo është një ditë që favorizon mendimin ndryshe dhe iniciativën. Nëse ndjek intuitën dhe ruan fokusin tek qëllimet e tua, mund të krijosh mundësi të reja për zhvillim personal dhe profesional. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita bëhen shumë të forta dhe të ndihmojnë të kuptosh më mirë situatat rreth teje. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment i sinqert mund të sjellë më shumë afrim dhe qartësi në marrëdhënie.
Nëse je vetëm, një person me energji të qetë mund të zgjojë interes dhe kuriozitet. Në punë, një projekt që kërkon kreativitet mund të sjellë rezultate pozitive nëse i kushton përkushtim. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme. Kjo është një ditë që favorizon reflektimin dhe vendimet e qeta. Nëse ndjek intuitën dhe ruan balancën emocionale, mund të krijosh një drejtim më të qartë për planet që ke përpara. Disa sinjale janë të vogla, por mund të ndryshojnë shumë gjëra nëse i kuptojmë në kohën e duhur. Nëse ndjen se ky mesazh rezonon me ty, shkruaj në koment. E pranoj sinjalin. Mbështete videon me like. Abonohu në Zëri i Universit dhe shpërndaje këtë video me dikë që mund të ketë nevojë për këtë mesazh.